Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi mbërejtë tema e dytë që flet për hadithet që na i tregojnë ose na mësojnë se si mi përmirësu zemrat, dhe kjo temë ka të bëjë me përshkrimin e zemrave që ka ardhur në Kur'an, ose se Allahu i përshkruan zemrat, ose më mirë me thonë, përshkrimi i veseve të këqija që i kanë zemrat. Para se mi përmend këto ajete, e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet Ibn Majah dhe Sheikh Albani e vlerëson si të saktë, prej Nawas ibn Sam'anit, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min qalbin illa bayna isbi'ain min asabi' ar-Rahman." Nuk ka ndonjë zemër, po njerëzve, të krijesave, veç se është në mes dy gishtave me gishtave të gjithëmërshëshmit. In sha'a aqamahu wa in sha'a zaghahu. Nëse don Allahu e drejton këtë zemër, e nëse don, pra e devijon apo e shtrembron, e largon pi rrugës drejt. Thotë dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Ya muthabbit al-qulub, thabbit quluban ala dinik." O forcuesi i zemrave, na i forco zemrat tona në fenë tonë. Ngjajshëm me këtë transmeton edhe Imam Ahmedi prej Salamës radhiyallahu anha, i cila tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e lutte Allahun edhe thoshte: "Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O Allah, rrotulluesi i zemrave, ma forco zemrën time në fenë tone. Dhe pasi që e dëgjoj këtë lutje pra Salame, bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pyeti tha: "O i dërguari i Allahut, a vërtet zemrat rrotullohen?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj thonë: "Na'am, ma min khalqillahi min bani adama min basharin illa anna qalbahu bayna usba'ayn min asabi' ar-Rahman." Pra ngjajshëm me hadithin që e tha më lart, tha: "Po gjithsesi nuk ka ndonjë njeri, po pi bijve të Ademit, veç se zemra e tij është mes dy gishtave, prej gishtave të Allahut. Fa in sha'a qamahu wa in sha'a zaghahu." Prandaj thotë, nëse don Allahu e drejton, nëse don e devijon. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa nas'alullaha rabbana an la yazigha qulubana ba'da idh hadana." Prandaj e lutim Allahun Zotin ton që mos na i devijoj zemrat tona pasi që na udhëzoi. Wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahma. Edhe kërkojmë pe Allah që të na dhuroj prej tij mëshirë. Innahu huwal wahhab, nga sa vërtet Allah është dhuruesi i madh. Prandaj dohet muslimani, pra krahas kësaj duaje që e mësuam për pejgamberin sa sa po me qenë i vazhdueshëm këtë dua, krahas asaj do të edhe mi njoft që to përshkrimet apo veset e zemrave të devijuara, po cilat janë ato veset që Allah subhanahu taala ka përmend, që i kanë zemrat që janë të devijuara, po që janë shmangura për rrugës së vërtetë, dhe cilat janë gjendjet nëpër cilat kalojnë këto zemra. Përmes kësaj besimtari, po kur i lexon këto ajete, e din se sa mirësi dhe mirëqenie të madhe i ka dhënë Allahu subhanahu taala, i ka dhuru, pra që e ka ruajt pikë këtyre veseve të zemrave që i kanë pjesa tjetër e njerëzve. Po ashtu e din edhe se sa është sasia e madhe e të keqes, sherrit edhe shkatrimit që Allah subhanahu taala e ka ruajt ose e ka shpëtuar prej këtyre të këqijave. Dhe këtë mënyrë besimtari, pra muslimani, falendron, e bën hamd Allahun shumë, edhe e lut që Allah subhanahu taala më dhon shpëtim dhe mirëqenie të vazhdueshme, dhe po ashtu më ruaj zemrën e tij edhe më shpëtu prej devijimit edhe lejthitjes. Sidomos duke ja shtuar këto edhe faktin që zemra rrotullohet shpejt, edhe ndryshon shpejt. Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu tregon, atë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "La qalbu ibn Adama ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'a ghalayan." Vërtet, zemra e birit të Ademit rrotullohet edhe ndryshon më shpejt se sa tenxheria i cila është duke vluar me atë gjellën ose ujin që ka brenda saj. Ashtu që rrotullohet uji aty kur vlen, thotë kështu rrotullohet edhe ndryshon edhe zemra e njeriu. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi dhe Hakim. Po ashtu Abu Musa al-Ash'ari tregon radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna hadha al-qalba karishatin bi falatin min al-ard. Yuqimuha ar-rihu dhahran lil-batn."
Po të vërtet kjo zemër është sikur një pupull e shpenzëve që është në një tokë të shkretë, po që është shkretin edhe që është e gjerë, po që era pastaj e rrotullon vazhdimisht këtë pupull. Po të kështu është pra edhe zemra e njeriu. Edhe këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi ibn Majah dhe këto dy hadithe Sheikh Albani tha që janë sakta. Këtë kjo pra tregon ndikimin e madh që e kanë fitnet në zemrën e njeriu. Po që zemra ti shumë lehtë dhe shpejt ndikohet për këtyre fitneve dhe rrotullohet edhe ndryshon. Dhe siç thamë më lart, Allah subhanahu wa taala ka përmend disa prej këtyre përshkrime apo veseve të zemrave të smura, po zemra që kanë hilet. Po Allah subhanahu wa taala ka përmend në librin e tij në Kur'an që ne me qenë të kujdesshëm, po më na paralajmëru që mos me leju me lejen e Allah subhanahu wa taala që zemra jon po mos mu me njërin prej këtyre smundjeve apo me kalu në njërin prej këtyre gjendjeve. Për këtyre përshkrimeve që Allah subhanahu wa taala bën zemrave në Kur'an është që zemrat verbrohen. Po i godet verbria. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Hajj në ajetin 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Do të vërtet nuk janë shikimet, pra sytë ata që verbrohen, mirë po ato që verbrohen realisht janë zemrat që janë në krahur. Pra Allah këtu po do më na tregu që verbria më e madhe ose origjina e verbrisë është ajo verbri që është e dëmshme për fenë e njeriu. Nga se kjo verbri pra shkak që njeriu mos me pa të vërtetën. Ashtu siç i verbri nuk i sheh gjërat që shihen pra me sy. Po nuk është këto qëllimi i ajetit që me mohu verbrim që mundet me ndodhë syve të njeriu. Për arsye se Allah subhanahu wa taala këtë gjë ka pohuar në shumë ajete të tjera të Kuranit, për shembull në shumë ajete kur Allah tregon se verbrit janë të liruar për disa detyrimeve, thot për shembull leysa 'ala al-a'ma haraj, i verbri po nuk ka gjëna nëse nuk e kryen këtë detyrim. Ose siç e dim pra kur flet për Ibn Maktumin, thot abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Po thot për pejgamberin sa ajo vrajt edhe ktheu kurrizën për shkak se erdhi i verbri. Po nuk është qëllimi që me mohu që syt verbrohen, mirë po qëllimi i ajetit që lexuam më lart është që verbria e vërtet, edhe reale është ajo verbri që e godet zemrën. Pra, sa që verbria e syve në krahasim me të konsiderohet sikur mos me qenë fare, po një sprovë ose fatkeqësi. Për këtë arsye pra edhe lejohet që me mohu këtë verbri të syve kur të krahasohet me verbrinë e zemrës. Po që ajo është verbri pra e plot edhe domthonë është verbri e fuqishme, po që e godet fuqishëm dhe sprovohet njeriu me të. Dhe domthonë hadithe ngjashme me këto kemi ose ngjashme me këtë ajet kemi edhe hadithe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për shembull kur thotë inna riba fi an-nasi'a. Vërtet kamata është vetëm kamata që shtyhet ose vanohet, pra kamata klasike që njihet tek ne, kamat. Për shembull me marr borxh edhe me kurzu që me kthy kuptohet pra një shumë më të madhe se sa që e ka marr. Për sa më vetëm kjo është kamat, mirë po ne e dim pas haditheve të tjera që ka edhe kamat që quhet ribal fadl, pra kamata që është te ushqimet. Kur shkëmbehen disa ushqime mes vete, nuk lejohet pra që në ushqim me shkëmbyer me tjetrin për shkak se ka kualitetin më dopt edhe me marr një sasi më të madhe prej tij. Edhe kjo hyn te kamata që është e ndaluar në Islam. Po ashtu sa për shembull thotë inna al-ma'u min al-ma. Vërtet uji vjen prej ujit, pra qëllimi është që ngusli bëhet obligim, atëherë kur njeriu ejakulon. Mirë po kemi hadithe të tjera që Berason ka treguar që kur takohen dy organet gjinitale bëhet obligim ngusli. Po nuk është patjetër kusht me ardhur me ndodhe ejakulimi. Po ashtu thot pejgamberi sa som lejse lëkena në këthratil arab, wa inna me lëkena ghina nafs. Nuk është pasuri që njeriu me pas shumë mall. Mirë po pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit. Po ashtu thot lejse el miskinu alladhi tarudduhu luqmatun wa luqmatan, wa tamratu wa tamratan. Nuk është miskin, po i varfër i vërtet, ai që e kthen mbrapsht, po kur vjen me lyp një kafshat ose dy kafshata, po që dikush jep si sadaka ose në hurmë ose dy hurmë. Po ky ai që lyp nuk është i varfër i vërtet. Mirë po cili është i varfër i vërtet, thot inna al miskinu alladhi la yajidu ma yughni wa la yuftanu lahu fa yutasaddaqu alayhi. Thot i varfër i vërtet është ai i cili nuk gjen pra furnizim të mjaftueshëm që i duhet atij,
Mirë po thotë tjerët nuk e dinë që është i varfër dhe kështu thonë nuk e dhon sadaka, për shkak se nuk lypaj. Kjo është i varfër vërtet. Po ashtu në hadith tjetër pejgamberi sa më thotë lejse shedidu bisur'a. Innama shedidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. I fortë nuk është ai i cili i mund njerëz, po në mundje që i rrezon. Mirë po i fortë në Islam i vërtet konsiderohet ai i cili e mban veten e tij kur është i zemëruar. Pra zotron edhe mban veten e tij kur është i zemëruar, po nuk shpërthan kur zemërohet. Po në gjitha këto hadithe pejgamberi sa nuk e ka pas për qëllim i mohu ekzistimin e këtyre gjërave. Po këto gjëra ekzistojnë, që u përmend në hadith. Mirë po, pejgamberi sa më ka dashur të tregu që ata që janë më meritor me pas këto emërtime ose mu quajt me këta emra janë ata të cilët do thonë janë të kundërta të tyre edhe që nuk njihen te njerëz ose njerëz i quajnë me emra ndryshe. E njëjta është edhe për ajetin që lexuam më lart, ku Allah po e mohon verbrinë, po thonë nuk ka verbria, nuk është verbria e shikimeve, mirë po është verbria e zemrave që janë krahoror, por qëllimi është verbria vërtet, është ajo që domoni godet zemrat, Allahu na rujt. Pjesëve tjera që Allah subhanahu wa taala i përshkruan në Kur'an që i godasin zemrat është siç ka në ajetin sura Muhammed, ajetin 24, Allah thotë fela yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. A nuk po meditojnë ata rreth Kur'anit apo i kanë zemrat e kyçura. Po Allah po tregon që zemrat e njeriu, zemrat e disa njerëzve mund të jenë të kyçura, po me pas drynë ato. Të mbyllura me drymë, me kyç. Pra, kuptimi i kësaj është që këto zemra janë mbyllura nga gjitha anët, edhe te këto zemra nuk depërton asnjë prej kuptimeve dhe domethënieve. Pra, këto zemra janë mbyllura me gjitha të sherrin edhe të këqijat që i kanë brenda tyre. Edhe nuk mundet te këto zemra me depërtu hajër edhe mirësia. Po për janë bëllat këto zemra janë sikurse një derë e cila është e mbyllur me drymë. Pra, siç e dim dera e cila është e mbyllur me drymë, nuk mundet njeriu po me hapa derë edhe me shiku çfarë ka pasaj përderisa nuk e hap edhe nuk e çel drynën. Po ngjajshëm është edhe te këto zemra. Po nëse pe këtyre zemrave nuk largohet dryni, nuk largohet po kyçi me cilat janë të kyçura edhe të mbyllura, atëherë te këto nuk depërton imani dhe besimi. Po ashtu prej përshkrimeve të zemrave që Allah subhanahu wa taala i përmend në Kur'an është ajo që njihet në gjuhën shqipe si vulosje. Po në arabisht kanë ardhur dy shprehje, el khatm wa tab. Për shembull, sura Bakara Allah thot khatama Allahu ala qulubihim. Kurse sura Nahl thot taba Allahu ala qulubihim. Po në shqipe kanë të njëjtin kuptim. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre. Po qëllimi i ka vulosur është sikur kur vuloset për shembull në letër, edhe që mbyllet, edhe që sigurohet që mos mu hap ajo. Pra që pastaj në këtë zemër po mos me depërtu asgjë. Po në gjuhën arabe këto dy fjalë janë të parafrata se i përket kuptimit edhe domethënies. Mirë po, që kjo fjala taba Allahu ala qulubihim e ka një kuptim më të veçantë. Pra që mbyllja ose vulosja e këtyre zemrave po diçka e natyrshme. Po pjesë e pandashme e natyrës së tyre. Po ka ndikuar në këto zemra aq shumë sa që vulosja nuk ndahet kur pi këtyre zemrave. Pjesëve tjera që Allah subhanahu wa taala i përmend Kur'an që i godasin zemrat është ajo që u përmend pra në shumë ajete siç ka në surën An'am, Allah thotë waj'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Wa yaraw kull ayatin la yu'minu biha. Thotë ne mbi zemrat e tyre vendosëm mbulesa, perde. Dhe kështu ata nuk e kuptojnë Kur'anin. Dhe mbi veshët e tyre ose në veshët e tyre vendosëm rëndes, po i kemi vënë shordhër veshët e tyre. Prandaj thot ata edhe nëse i shohin gjitha provat, gjitha dëshmit nuk besojnë. Ngjajshëm me këto Allah subhanahu wa taala ka përmendur në surën Isra. Thot waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Po ngjajshëm. Po në zemrat e tyre kemi vendosur mbulesa, edhe në veshët e tyre kemi vendosur pra rëndes, shordhësi, dhe thot ata nuk e kuptojnë Kur'anin. Wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallu ala adbarihim nufura. Për këtë arsye thot nëse ti e përmend vetëm Allahun në Kur'an, po Kur'an përmend vetëm Allah, pra nuk përmend idhujt e tyre ose të adhuruat e tyre, atëherë thot ata ikën e kthejnë kurrizën duke ikur.
Po ashtu në surën Kaf Allah thot inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Vërtet ne mbi zemrat e tyre kemi vendosur perde, po mbulesa, njëra pas tjetrës, edhe ata nuk e kuptojnë Kur'anin për këtë arsye, dhe kemi vendosur pra rëndes në veshët e tyre. Pastaj thot wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idhan abada. Prandaj thot nëse ti i thret ata, i fton drejt udhëzimit, ata kur s'kan mundsi, kur s'kan me gjetë udhëzim. Edhe se ti vazhdimisht i thret drejt udhëzimit. Prandaj pra që kjo fjala që u përdor në këto ajete e kinne është për qëllim pra që thon mbulesa. Po e është kanë në shumës që tregon se ato janë mbulesa njëra mbi tjetrën. Dhe ata madje vetë e kanë pranuar këtë gjë. Po i dhejtarët e Mekës e kanë pranuar vetë këtë gjë që në zemrat e tyre kanë mbulesa. Janë mbështjellura me mbulesa ndryshme. Siç ka në surën Fussilet në ajetin e 5 Allah thotë që ata kanë thonë kulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayh. Wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijabun fa'mal innana 'amilun. Po ka thonë që ajo për cilën po na fton ti nuk depërton zemrat tona, nga sa mbi zemrat tona ka mbulesa. Edhe në veshët tonë pra janë të shortër. Thotë edhe mes neve dhe teje ka hijab, po ka pengesë, perde. Prandaj thotë ti vazhdo me punu në rrugën tonë, na vazhdo me punu në rrugën që kemi. Po këto Allah po tregon se këta i kanë përmend tre gjëra, i dhujtarët e Mekës. Spore e kanë përmend mbulesën e zemrës, e që e tham e kanë thujt Allah e ka thujt që janë ekinne, pra mbulesa njëra mbi tjetrën. Pastaj e kanë treguar atë gjë që i mbulon veshët, e që është kjo që Allah po e quajnë makar, pra që është shurdhësi ose rëndes në vesh. Pastaj po e përmend mbulesën e syve, e që është kjo hijabi, do që kjo perdja, që është mes tyre dhe mes pejgamberit ose fjalët e pejgamberit. Pra sikur ata kanë thonë që na nuk i kuptojmë fjalët e tua dhe nuk i dëgjojmë madje as nuk e shohim se çfarë po flet, nuk të shohim ty hiç. Pra kur ne s'po i pranojmë fjalët e tua është për arsye se po nuk kuptojmë asgjë çka po thotë. Madje as nuk po të shohim. Pra Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thonë që kjo fjala e kinne është sikur ajo çanta që i kanë vendosur shigjetat me to, pra që i kanë mbështjellë me to. Ka thonë që zemrat tona janë mbështjellura, pra me mbulesa sikur ato shigjeta që i kanë vendosur pra në atë çantën që i kanë pasur me vete. Po ashtu në njëjtin kuptim e ka thonë edhe Mujahidi Allahu mëshiroft, kurse Mukatili ka thonë alejha ghitaun fala nafqahu ma taqul. Mbi zemrat tona ka mbulesë, kështu që na nuk po kuptojmë asgjë çfarë po thonë. Po ashtu pjesëve tjera që Allah subhanahu taala i përmend këtu në Kur'an për po përshkrime që jap zemra është që ka në surën Kaf, pra në ajetin 100, thotë edhe në 101 thotë wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda. Atë ditë, pra ditën e Kiametit, do ta shfaqim haptazi xhehenamin para ju besimtarëve, po kanë me pa qartë. Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ata të cilët pa sytë e tyre ishin zbuluara nga dhikri, pra këshillat e Allahut subhanahu taala, ose nga Kurani, nga provat edhe faktet. Dhe ata të cilët nuk kishin mundësi me dëgju. Po kjo ajet, siç tregon dietarët, i përfshin dy kuptime. E para është që sytë e tyre kanë qenë të mbuluar ndaj atyre gjërave që i kërkon edhe i përfshin ose i përmend dhikri, pra shpallja e Allahut subhanahu taala. Po nuk i kanë pa prova dëshmitë Allahut subhanahu taala, argumente që tregojnë për njohshmërinë e tij, tauhidin e tij. Po ashtu nuk i kanë pa pra edhe provat në univers, shenjat që tregojnë që Allah subhanahu taala është i vetmi që meriton adhurim. Po nuk kanë argumentuar përmes këtyre pra argumenteve dhe dëshmive të krijesat e Allahut subhanahu taala për me pa fuqinë e Allahut subhanahu taala, që Allah është i plot fuqishëm. Dhe kuptimi i dytë është që për qëllim këto është shikimi ose sytë e zemrave të tyre janë të mbuluara. Sytë e zemrave të tyre janë të mbuluar. Për këtë arsye pa ata nuk e kuptojnë Kur'anin dhe nuk meditojnë rreth kuptimeve të Kur'anit. Edhe rrjedhimisht pra ata nuk udhëzohen përmes Kur'anit. Pra realisht spari njëherë mbulohet zemra, pastaj kjo është përhapet edhe kalon edhe te verbërimi i syve. Po nuk i shohin me argumentet as me sytë e tyre.
Po ashtu për këtyre përshkrimeve që Allah subhanahu wa taala bën zemra në Kur'an është ajeti, pra që është ngjashëm me këto që i përmanu më lart, po sa i përket shqipës s'ka pra janë kuptime të parafrata që ata kanë thënë pra waqalu qulubuna gulf, që shkon në surën Bakara. Zemrat tona janë të mbështjellura në kallëf. Thot Allahu bel la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Përkundrazi, Allah i ka mallkuar ata për shkak të mohimit të tyre, kështu që shumë pak prej tyre besojnë. Në surën Nisa, në ajetin 155, ngjashëm me këto, Allah thot فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. Pra Allah thot ne i mallkuam për fjala është për historitë e librit, i mallkuam ata për shkak se e kanë thy beslidhin mes tyre mes Allahut që kanë pas, pra e kanë shkel këtë beslidhje. Edhe i kanë mohu shpalljet e Allahut subhanahu wa taala, edhe i kanë urrë të dërguarit e Allahut pa drejt. Edhe kanë thënë që zemrat tona po janë të mbyllura brenda anëve ose brenda, si me qenë brenda një anë, në brenda një që është një kallëf. Mirë po çatet Allah, bel taba Allahu alejha bi kufrihim fela yu'minuna illa qalila. Përkundrazi për shkak të mohimit të tyre, Allah i ka volosur zemrat e tyre. Dhe kështu që vetë shumë pak prej tyre besojnë. Pra, kjo është ngjashëm me ato përshkrime që u përmendën më lart, po kuptimi pse ata kanë thonë që zemrat tona janë sigurisht brenda një anë, është për shkak kanë dashur të thonë që nuk po kuptojnë çka po thonë. I kanë thonë person s'pi kuptojnë fjalët e tua ose fjalët e Kuranit. Prandaj edhe ngjashëm me këtë interpretim ka ardhur pra mendimi Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, apo ashtu Katades ose Mujahidit, pra nxënësit e tij, ka thonë që kuptimi i këtij ajeti është që ata kanë thonë ala qulubina ghishawa. Mbi zemrat tona ka pra një gjë që i ka rrethu, i ka mbuluar ato ngjithanet. Fa hiya fi awiyatin. Prandaj këto zemrat tona janë sikur me qenë brenda anëve. Fala ta'i wa la tafqahu ma taqul. Prandaj nuk e kuptojnë. Edhe nuk e perceptojnë se çfarë po thuhet. Pas këto i thartë e librit sikur kanë pretenduar që janë krijuar në këtë mënyrë, zemrat e tyre janë krijuar në këtë formë, ose të mbyllura edhe të mbuluara sikur me qenë brenda anëve. Edhe me këto kanë dashur me justifikuar dhe me arsyetuar vetëm pse nuk po i besojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë pa Allah i ka përgënjeshtuar. Ka nuk është e vërtetë. Bel taba Allahu alejha bi kufrin, për shkak të mohimit, Allah i ka dënuar këtë mirë, po ja ka volosur zemrën. Ose ka thonë bel la'anahumullahu bi kufrin, për shkak të mohimit të tyre Allah i ka mallkuar ata. Prandaj Allah subhanahu wa taala këtu po na njofton neve që volosja e zemrave që Allah ja bën disa prej zemrave të njerëzve, edhe që Allah i largon ata prej inspirimit edhe nuk i jep sukses, pra që me pasu edhe me ndjek udhëzimin në rrugën e vërtetë Allahut, nuk i jep sukses drejt mirësisë së Allahut subhanahu wa taala, është për shkak të mohimit që ata e kanë edhe që e kanë zgjedhur me veten e tyre, po që vetë e kanë zgjedhur me mohu. Po i kanë dhënë kufrit mohimit përparësi para imanit. Dhe si ndeshkim Allah subhanahu wa taala ka bërë që mi volo zemrat e tyre dhe mi përfshi mallkimi i tij. Pra kuptimi i këtyre ajeteve është që Allah po don më tregu që ne nuk i kemi krijuar zemrat e juve në këtë mënyrë, por që mos me kuptu të vërtetën. Dhe pastaj mi urdhë me iman, e ju mos me kuptu pra atë me çka po ju urdhnojnë, pra mos me kuptu se çka kërkon imani, besimin në Allah. Mirë po, veprat që ju i keni bë, që është thënë pra, ju bë shkak që ne mi u ndeshkuan në këtë mënyrë, po që mi volos të zemra dhe mi mbyll ato. Po ashtu pe përshkrimet e tjera që Allah subhanahu wa taala në zemra, po ose veseve të zemra është edhe ajo që e përmend më lart, po që zemrat i mes vërtetës edhe zemrat të disa njerëzve ka hijab. Pra hijab pengesë. Hijab e kuptojna, sigur gratë muslimane që vendosen hijab, po me mbrojt trupin e tyre, po ashtu ka vello, pra pengesë mes vërtetës edhe zemrat e disa njerëzve. Siç e po më jetën më lart në surën Fusilat që ata nga thonë mu'min bainina wa bainika hijab, mes neve dhe teje ka hijab, pra ka pengesë. Perde. Po ashtu në surën Isra, Allah thot wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kur te ja u lexon Kur'anin atyre atëherë mes teje dhe mes atyre që nuk besojnë botën tjetër vendosim perde. Perde është holl, domethënë që
nuk depërtojnë domethëniet e Kuranit në zemrat e tyre. Pra, kjo perde vetë pengesë që ata mos me meditu rreth kuptimeve të Kuranit edhe mos me besu Kur'anin. Këtë shëron edhe fjala, po ajetin në radhë që në surën Isra thot, wa minhum man yastami'u ilay. Ka për tyre që dëgjojnë ty. Po ata realisht e dëgjojnë Kur'anin në veshët e tyre, e dëgjojnë leximin e pejgamberit sa që u ka bë kur ja ka lexuar Kur'anin. Mirë po Allah thot, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, që është më lart, po ayafqahuhu wa fi adhanihim aqran. Mirë po në mbi zemrat e tyre kemi vendosur pa qase bulesa njëra mbi tjetrën, që ata mos me kuptu Kur'anin, edhe në veshët e tyre kemi vendosur rëndes, pra shurdhësi. Po këto tri vese janë përmendura në ajetin surën Fusilet që e lexuam më lart. Pra Allah subhanahu wa taala këtu po dërmon të tregu që kjo hijabi, që kjo perdja i pengon ata që mos me pa të vërtetën. Çto mbulesat e kinë që po i thon Allah, pra i pengon ata që mos me kuptu të vërtetën, po me zemrat e tyre. Edhe që kjo wakr, që është kjo rëndesa ose shurdhësia në vesh, po i pengon ata që mos me dëgju të vërtetën, po qëllimi mos me dëgju me dëgjim që ju sjell dobi, po që e pasojnë pastaj pas këtij dëgjimi të vërtetën. Pjesëve tjera që Allah subhanahu wa taala tregon që i kanë zemrat të disa njerëzve, është ajo që ka në surën Mutaffifin në ajetin 14 që Allah e quajnë Ar-Ran. Po thot Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kurse si nuk është ashtu, po që kanë pretenduar ata që Kurani është vetëm prallat popujve të mëhershëm. Mirë po thot, mëkatet ju bë si rran, pra si mbulesë mbi zemrat e tyre për shkak mëkateve që i kanë bërë. Po zemrat e tyre janë mbuluar me rran për shkak mëkateve që i kanë vepruar. Po që kjo rran është në lloj mbulesës, po përveç atyre mbulesave që i përmendëm më lart, mirë po që kjo rran është mbulesa më e dendur që i godet zemrat, më e trashëm. Pra është mbulesë që i rrethon zemrat nga gjitha anët. Për shkak të mëkateve dhe gjunave që i bojnë njerëz, pra çu shkëna me marrë më poshtë, çdo mëkat që e bën bëhet një mbulesë, një shtresë mbulesë. Po shtresa më e dendur, më e trashë, me to dohon mbulohen zemrat, Allah na ruaj. Prandaj edhe Mujahidi, Allahu shoh kur e shpjegon këtë ajet thot huwa adh-dhanbu ala adh-dhanb hatta tuhita adh-dhunubu bil qalbi wa taghshahu fayamutu al-qalb. Që kjo rranë janë mëkatet pas mëkateve që i bën njeriu, mëkat mbi mëkat. Derisa thotë e rrethojnë zemrën nga gjitha anët, e mbulojnë ato edhe kështu vdes zemra. Po kupton, zemra vdes nga ana e imanit, jo domethënë që vdes fizikisht. Që është e bom deri tash. Po ashtu edhe mukatili ka thënë qamaratil qulube a'maluhumul khabitha. Po veprat e tyre të këqija i kanë mbulu këto zemra. Madje për këto kemi edhe hadith që transmetohet në Sahih Tirmidhiu prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra kjo është hadith shumë kërcënues edhe friksues edhe për neve si muslimanë si besimtar. Thot innal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kur njeriu e bën një mëkat, atëherë në zemrën e tij vendoset një pikë zezë. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zada zida fiha. Thot mirë po nëse njeriu, po muslimani shpejton edhe heq dorë pikë këtij mëkati, kërkon falje te Allahu, pendohet, atëherë thot edhe zemra e tij bëhet e pastër, po i largohet që kjo pikë zezë. Po pastrohet pikë kësaj pikë zezë. Mirë po thot ma in zide fia, mirë po nëse shton mëkate, atëherë shtohen pika të tjera të zeza. Hatta ta'alua qalbuhu derisa këto pikat e zeza ta përfshin këtë zemrën e tij. Wa huwa ar-ranu alladhi dhakara Allah. Thot kjo është çaj rrani që ka përmendur Allah subhanahu wa taala në surën Mutaffifin pa ajetin që e lexuam më lart. Dhe kjo hadith është sahih, që tregon pa është autentik, që tregon Tirmidhiu. Po ashtu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thonë kullama adhnaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda hatta yaswadda al-qalbu kulluhu. Sa që njeriu bën mëkat, pra nuk pendohet për atë mëkat, është fjala. Atëherë thotë në zemrën e tij bën një pikë zezë derisa të nxihet zemra e gjitha, po të zezë. Pra Allah subhanahu wa taala po na tregon këtu se mëkatet që i veprojnë njerëz e sjellin kënd dënim prej Allah subhanahu wa taala, po që është ndëshkim i pashmangshëm. Po që Allahu
pra këto gjëra që bën që i bojnë ata bën shkak që zemrat e tyre mund nxihë dhe mu mbulu me këtë shtresën që tham që është mbulesa më e dendur dhe më e trashë. Po ashtu për veseve tjera që edhe e lexuam më lart që Allah subhanahu wa taala i përmend që i godet zemrat është e sama wal wakar, po që është e thamë është për qëllim shurdhësia, pra që shurdhohen zemrat e njerëzve. Allah subhanahu wa taala thon surën Bakara summun bukmun umyun. Ata janë shurdhër, memec edhe të verbër. Po ashtu në surën Muhammed thot ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ata janë që Allah i ka mallku dhe kështu i ka bërë shurdhër edhe i ka vërbu shikimet e tyre. Në surën Araf Allah thot walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins. Ne kemi paracaktu ose mund të thonë po e kemi kriju për në xhehenem shumë prej gjinëve dhe njerëzve. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nga sa thot ata kanë zemra me cilat nuk mendojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, dhe kanë sy me cilat nuk shohin. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, dhe kanë vesh me cilat nuk dëgjojnë. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ata janë sikur baktit, madje janë edhe më të humbur se sa baktit. Ulaika humul ghafilun, thot Allah pikrisht ata janë të shkujdesurit. Po që ka plu dhe ka mbulu gafleti, shkujdesi. Ndërsa në surën Fussilet Allah thot walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alayhim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ata që nuk besojnë në zemrat e tyre, në veshët e tyre ka rëndes edhe janë të verbër. Thot ata janë sikur dikush që thirrët për një vend të largët. Ibn Abbas Allah radiallahu anhu kur ka shpjeguar këtë ajet thot fi adhanihim samamun an istima'il Quran. Në veshët e tyre ka shurdhësi dhe nuk e dëgjojnë, nuk mundën me dëgju Kur'an. Wa huwa 'alayhim 'ama. Edhe gjithashtu thot ata janë të verbër, a'ma Allahu qulubuhum, nga sa Allah i ka verbruar zemrat e tyre, fala yafqahun, prandaj nuk kuptojnë. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Thot fundi i ajetit kur Allah thot ata thirrën për një vend të largët, thot mithlul bahima allati la tafhamu illa du'an wa nida. Thot janë sikur se baktit që nuk kuptojnë. Po më shumë të që kuptojnë baktit është që e dëgjojnë çobanin që i thret ata, që i thret ose ju fol pra me zot lart, po mi drejtu ka më shku. Po ashtu edhe Mujahid e ka thënë ba'idun min qulubihim. Pra udhëzimi është edhe Kurani është shumë larg zemrave të tyre. Po kuptimi i kësaj është që ata nuk dëgjojnë edhe nuk kuptojnë sikur dikush i cili e thret tjetrën për një vend të largët. Edhe ky nuk e dëgjon dhe nuk e kupton çka po i thot. Po kështu janë larg ata Kuranit të udhëzimit. Dhe po më lart që don pivesave që zemrat që Allah i përshkruan Kur'an është edhe që disa zemra pra janë me mece, nuk flasin. Po me mece, siç e dim, është dikush që nuk flet. Po edhe kjo cilësi ose ky ves pra ose kjo emet i godet sikur gjuhën, po ashtu edhe zemra. Po njerëz ka që janë me mes që nuk flasin me gjuhë, mirë po pas ka edhe zemra që nuk flasin, po që janë me mes. Njëjtë sikurse që kemi gjuhë, pra që gjuhët e njerëzve që shumica po flasin, edhe kem njerëz që në sprovu pra me këtë sprovë që nuk flasin, po janë me mes. Mirë po, siç tham për verbrin, edhe për çështjen e mosfoljes, domthonë sprova më e madhe, edhe fatkeqësia më e madhe është kur zemra nuk flet pa me të vërtetë. Është me mes edhe nuk flet me të vërtetë. Ashtu sikurse verbria e zemrës është shumë më e madhe se sa verbria e syve dhe shurtësia e zemrës është më e madhe se shurtësia e veshëve. Prandaj Allah subhanahu wa taala po përshkruan këtë, edhe në këtë ajet që nuk e kuptojnë të vërtetën dhe gjuhët e tyre por nuk e flasin të vërtetën. Dhe siç e dim, dia depërton te njeriu përmes 3 portave, përmes 3 dyrëve, përmes dëgjimit, shikimit edhe zemrës. Kështu që Allah subhanahu wa taala pra ja ka mbyll aty në të gjitha këto 3 dyrë. Po ja ka mbyll dëgjimin ose veshët edhe nuk e dëgjojnë të vërtetën, ja ka mbyll shikimin pra përmes verbrisë, edhe zemrën përmes mosfoljes, po që janë me mes zemrat e tyre. Ngjashëm me këto është edhe ajeti që e lexuam më lart pra në surën Araf, po Allah thotë që ata kanë zemra që nuk kuptojnë, po sy që nuk shohin, edhe vesh që nuk dëgjojnë. Dhe Allah subhanahu wa taala pra
këto trija gjithashtu i bën bashkë edhe në surën Ahqaf në ajetin 26 thot وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Atyre ju kemi dhënë edhe dëgjim, edhe shikim, edhe zemra. Po zemra për me mendu, me logjiku me tu. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا. Mirë për shkak se ata i refuzuan edhe i mohuan ajetet e Allahut, shpallët e Allahut, ata atyre nuk u bani dobi as shikimi, as dëgjimi, as zemra atyre. Prandaj kur Allah subhanahu wa taala dëshiron me udhëzun e njeri, atëherë Allah ja hap zemrën e tij, ja hap dëgjimin edhe shikimin e tij. Dhe kur Allah dëshiron me devijun e njeri, pra me largu prej të vërtetës, atëherë Allah pra e verbron, e shurdhon edhe e bën me mes. Po që mos me fol zemra e tij me të vërtetë. Për këtyre veseve tjera që Allah subhanahu wa taala i përmend në Kur'an, po për vese e zemrës është edhe që e lexuam më lart ajetin el-Ghishawa, që është për qëllim mbulimi i shikimit apo i synit. Që është në surën Jathia, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Allahu ka vendosur mbi shikimin e tij mbulesë. Pra e shpjeguam edhe më lart që kjo mbulesë e syve realisht origjinën ka te mbulesa e zemrës. Po aty e ka piknisjen, kur mbulohet zemra, pastaj mbulohet edhe shikimi. Ka sa ajo që është në zemër pasqyrohet te shikimi. Qoftë e mirë apo e keqe. Çdo njeri që atë shikon zemrën, pra i shfaqet dhe i pasqyrohet, i reflektohet pastaj përmes shikimit. Po qoftë e mirë apo e keqe, çfarë që është hajër apo sharr, po syri është pasyre e zemrës. Po çfarë do shikon njeriu në zemër i shfaqet në shikimin e tij, ose i pasqyrohen shikimin e tij. Për veseve tjera të zemrës që i përshkruan Allah në Kur'an është edhe pengesa për rrugës së drejtë, po që Allah i pengon që mos me pa rrugën e drejtë. Si thot Allah surën Ghafir, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. Kështu thot faraonit ju zbukuruan, pra Allah ja ka stolis, ja ka zbukuru veprat e tij të këqija. Ka mënu që po bën vepra të mira. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka pengu për rrugës drejtë. Fa i ka bë pengesë. Po për të vërtetës edhe rrugës drejtë. Për shkak pra të kotës që ju ka zbukuruar atij, edhe ju ka stolis. Po ashtu për këtyre veseve që Allah subhanahu wa taala i përmend Kur'an është edhe ngurësimi i zemrës. Po që Allah i ngurëson zemrët e disa prej njerëzve, siç thot Allah surën Yunus, وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Dhe Musa i tha, o Zotin, të i dha i dhurove pra faraonit edhe parisë e tij të mira, pra stoli edhe pasuri të jetën e kësaj bote, në jetën e kësaj bote. Rabbana liyudillu an sabilik, mirë po thot o Zotin, ata pi devijojnë njerëz, pi largojnë njerëz pi rrugës tonë. Po përmes tyre të mirave që kanë përmes kësaj pasurie kështu më radh. Prandaj thot Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Prandaj thot o Zotin, shkatrojo pasurinë, faraonit edhe parisë e tij edhe ngurtësojo zemrat e tyre. Fala yu'minu hatta yar'u al'adab al-alim. Dhe kështu ata mos besojnë derisa të shohin dënimin e dhëmshëm prej tij. O derisa të dënosh pa me zjarr. Allahu ju ka përgjigj lutjes së Musait, ka thënë qale qad ujibat da'watukuma. Allahu tha juve, po ju është pranuar lutja juve dyve, pra është fjala për Musën edhe Harun. Pra që kjo ngurtësimi i zemrës është për qëllim me ndalu zemrën, me pengu zemrën që është sa më lart prej të vërtetës. Prandaj edhe Ibn Abbas e ka shpjeguar këtë mirë. Ka thënë qëllimi është yuridu imnaha, ndaloj këto zemra, po mos ta pasojnë të vërtetën. Wal ma'na qassiha wadba alejha, po kuptimi thotë është ngurtësoj këto zemra dhe vulosi. Hatta la talina wala tanshariha lil iman. Në mënyrë që këto zemra pasaj kur ti ngurtësosh, mos zbuten, mos të jenë pra të buta edhe mos të hapen drejt imanit dhe besimit. Gjithashtu ngjashëm me këto pejveseve zemrat që të këqija, pra zemrat që Allah i përshkruan Kur'an është edhe që Allah i largon zemrat disa pi zemrat njerëzve pi të vërtetës. Po siç ka në surën Tobe, ajetin 127, Allah thot: "Wa idha ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma insarafu
Kur zbret një sure, ata shikojnë njëri tjetrin, apo i shet dikush, edhe më njëherë largohen, ikën. Po largohen nga Kurani dhe nga vërteta. Mirë po çfarë thotë Allah, saraf Allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Thotë kështu Allahu dhe ja largon zemrat e tyre nga vërteta. Ka sa ata janë popull që nuk kuptojnë. Pra Allah subhanahu wa taala këtu spari po na tregon për çfarë kanë vepruar ata, për veprën e tyre. Që ata janë larguar nga vërteta dhe nga dëgjimi i Kuranit. Pastaj Allah po na tregon për veprën e tij. Që Allah subhanahu wa taala, pra për shkak se ata janë larguar nga Kurani, Allah subhanahu wa taala ka bërë që pra zemrat e tyre mi shmang, mi largu nga Kurani, nga meditimi, nga kuptimi i Kuranit. Për arsye se ata nuk janë, ose zemrat e tyre nuk janë në vend i përshtatshëm edhe i vlefshëm për me pranu Kur'anin. Për arsye se përshtatshmëria e zemrës që me pranu Kur'anin i përfshin dy gjëra: me kuptu drejt edhe me pas qëllim të mirë, me pas niyet edhe qëllim të mirë. E këta domethënë nuk e kanë kuptuar Kur'anin, domethënë zemrat e tyre s'kan qenë të përshtatshme që Allah me vendos Kur'anin aty, për arsye se po s'kan pas fik kuptuar të Kur'anit, s'kan mujt me kuptu Kur'anin, po gjithashtu edhe kanë pas qëllime edhe synime të këqija. Dhe pjesëve të tjera që Allah subhanahu taala i përmend, pjesëve të këqija zemrës Kur'anit është që ato devijojnë edhe dredhojnë, pra devijojnë, anojnë nga e vërteta. Si thot Allahu, po kur tregon për popullin e Musait, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Po kjo arabisht thuhet zejg. Kur ata dredhuan, pra anuan nga vërteta, dhe Allahu bëri që zemrat e tyre pra me deviju. Edhe po ashtu Allah subhanahu taala tregon për lutjen që e bojnë besimtarët, pra vazhdimisht e lutin Allahun, që shkon në surën Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Që e me lutjen e pejgamberit në fillim të dersit. Po që e lutin Allahun, o Zotin, mos na ndevijo zemrat tona pasi që na udhëzove. Wa hab lana min ladunka rahma, edhe na jep na dhuro prej teje mëshirë. Innaka antal wahhab, nga sa vërtet je dhuruesi i madh. Pra zeg në gjuhën arabe është për qëllim që është me anu, me deviju pe rrugës së drejtë. Prandaj edhe zemra kur e ka këtë ves ose këtë smundje është për qëllim që pa dredhon edhe anon nga rruga e drejtë, Allahu na ruaj pa prej devijimit. Edhe pe veseve të këqija, po e fundit që e përmend këtu Sheh Abdulrazak, po Allahu ruaj po pe këtyre veseve të zemrës që Allah i përshkruan Kur'an, është vdekja e zemrave. Po që zemra vdes. Për shkak gjunave, për shkak mëkateve, për shkak mohimit e kështu me radhë. Siç e thot Allah subhanahu wa taala pranë surën Naml, innaka la tusmi'ul mauta. Ti nuk mundesh me bën me dëgju ata që janë të vdekur. Pa Allah pi përshkruan jo besimtarë që janë sikur të vdekur, edhe pse janë gjallë fizikisht, mirë po zemrat e tyre janë të vdekur. Po ashtu në surën An'am thot aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. A është i barabartë ai i cili ka qenë i vdekur dhe ne e ngjallëm ato. Po qëllimi ka pas zemrë vdekur dhe ne e ngjallëm zemrën e tij. Edhe i dham atij dritë me cilën ec mesin e njerëzve. Pa është i barabartë ky me atij i cili pra është në mesin e errësirave dhe s'ka mundësi me dalë prej tyre. Po ashtu Allah për Kur'anin, po në surën Yasin thot liyundhira man kana hayyan. Ky Kur'an ka zbritur që mi paralajmëru ata që janë gjallë, po që janë gjallë me zemrat e tyre. Po ashtu në surën Fatir thot wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Ti kur s'ke mundësi me dëgju ata që janë në varr. Po Allah subhanahu taala kështu i përshkruan jo besimtarët që janë të vdekur, po janë sigur se ata që janë varrosur në varret e tyre, për arsye se zemra e gjallë është ai zemër që e njeh të vërtetën, e pranon, e don të vërtetën dhe jep përparësi të vërtetës para çdo gjëje tjetër. Prandaj kur zemra vdes, atë nuk bën ndjeshmëri në këtë zemër. Dhe për shkak se nuk ka ndjeshmëri, atëherë nuk mundet me dallu të vërtetën prej të kotës, prej të pavërtetës. As nuk mundet me dëshiru me pas synim të vërtetën apo me urrejt të kotën e të pavërtetën. Po kjo zemër është njëjtë sikurse një trup i cili është i vdekur fizikisht. Prandaj ne në fund e lutem Allahun subhanahu taala që na i falë gjunat mëkatet e tona dhe të na jep mirëqenie, na jep pra siguri, edhe të na jep shpëtim, po mirëqenie të zemrave tona të vazhdueshme këtë botë, dhe të na jep gjithashtu edhe mirëqenie në botën tjetër. Allahu subhanahu taala di më mirë, Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.